Vjen nipi nga studime. Vjen Rezi, mbi tapetin e Bardhazis, me baklavan në dorë. Po dëgjoj tani. Ti baklavan tënde e ke? Po duhet hash 2, po jo, s'ka gjë. Merr dhe 5 po deshe. Ores, po ç'është ky titull më Ores që se ka marrë stilist akoma shqiptar? Samir bëre qesolle këtë? Samir bëre qesolle. Pa ngrije njëra ashtu si që ngrem ne me merita. Super. Edhe në shumë e bukur, vërtet. Ores, do në adhurosh në si studio. Jashtë edhe të çmimet edhe këto trofet edhe trofet të jashtë i bëjmë pa hile. Pa hile. Këtu e janë të parë. Dhe motivacioni që Ores Kifteri merr këtë titull në Milano, që është shtëpia e modës, në Rom, më fal. Në Rom, po. Yes. Është çmim që në gjithë Evropën dhe që e kam marrë unë dhe jam shumë e lumtur ekstremisht. Po, që kam lindur në ekran. Ores, do t'i flasë që ka tyre dhe previsionin Bardhazis, edhe ne duham kemi qef një çmim. Shiko, besoj se nga janari vjen personi, kështu që nëse ju naftoni, unë do sjell. Kemi 20 vjetorin me shumë dëshirë, se ai ka risi për të gjithë botën dhe sidomos për duke vlerësuar botën tënde njërë, Samir që e ka njohur dhe e ka vlerësuar dhe për ne na bëhet qefi shumë, që një stilist shqiptar në nivelin tënde e merr atë çmim. Shumë për gëzim. Po shef është gëzim se të tregon që raca jonë është produktive. Unë jam djerë shumë krenare atë natë. E meriton zemër. Ishte pak i vonuar, por Valisa po tha që jemi njerëz të bukur. Ti çfarë mendimi ke? Kemi njerëz. Vajzat tona janë shumë të bukura. Aty unë njoha një vajzë shumë të bukur, e kishte emrin tim, ishte dashja ime Rezarta. Edhe vetëm kur më tha Rezi si je, thash që nga shqiptare. Ishte shumë e bukur. Dhe nuk e di pse dallojmë neve, ndjehemi që jemi. Tani ky problemi që duke i bukur apo është e bukur, se janë dy gjëra të ndryshme. Shumë e bukur. Ishte edhe e bukur në shpirt. Albi ti di këto. Jo, në radhë pari ka pëlqyer emrin, besoj, ë? Se kishte emrin Rezarta. Po i kanë gjithë emrin në radhë parë. Mirë, Ores. Pastaj u ka detyruar që ta shohë 2026 kishte një ngjyrë, ç'a ngjyre kishte këtë Mavin 2026-a. 2025-a. 2025-a. Si ngjyrë trendi i vitit. Jo, ka qenë bordoja, ja, si thënë të tua. Ka qenë bordoja. Tani është kjo kakia, ç'a është? Tani është ngjyra e çokoladës për momentin. Tani është ngjyra e çokoladës, ë? Por që kemi vit të ëmbël. Është çokoladë. Çokoladë. Po ju jeni veshur me portokalli. Ajo ngjyra ngjyra iPhone 17-s. Ngjyra e baklavas kur do vi, apo? Jo. Po ja, për aty afër jemi. Ngjyra e baklavas është e bukur. Jo, është ngjyra mbretërore e oborit hollandez. Këtë vitin e baklavas, për shembull. Mbretëria hollande. Pse kakia? Pse kjo kafja? Shiko, ajo është shumë klas dhe hyn tek ngjyrat të cilat ka shumë vite që është në trend dhe nuk del nga trendi sepse është shumë klas, është shumë mondane, domethënë e hyn më tepër tek ngjyrat mbretërore, tek koloret mbretërore. Kështu që një femër e veshur me këtë lloj kolori automatikisht krijon një imazh më fisnik, më të pastër, domethënë një femre që di dhe që ka siguri. Po, tani